Era i strefi drejt festivalit të këngës në RTS 2025. Lista zyrtare e këngëtarëve pjesëmarrës në festivalin e këngës në RTS 2025 ende nuk është shpallur, por në rrjetet sociale dhe rrethet artistike kanë nisur të qarkullojnë bastet e para për emra që mund të marrin pjesë në skenën më të rëndësishme të muzikës shqiptare, e cila njëkohësisht jep biletën për Eurovision. Ditët e fundit është përfolur gjerësisht emri i këngëtares së njohur Era i Strefi, e cila prej vitesh është një nga artistet shqiptare më të suksesshme në tregun ndërkombëtar. Zëra nga korridoret e RTS tregojnë se i Strefi është tashmë në bisedime me organizatorët e festivalit, duke e bërë emrin e saj një nga më të përmendurit për këtë edicion. Era i Strefi është e njohur për hitet e saj që kanë kapërcyer kufitë e Shqipërisë, duke mbledhur miliona klikime dhe duke fituar famë në shumë vende të botës. Një pjesëmarrje e saj në festivalin e këngës do të ishte një risi dhe një garë më e fortë për skenën shqiptare, ku publiku pret gjithnjë emra të mëdhenj dhe surpriza të veçanta. Nëse këto thashetheme rezultojnë të vërteta, Era do të ishte një nga konkurrueset më të forta, duke sjellë një atmosferë ndërkombëtare në festival dhe ndoshta duke synuar përfaqësimin e Shqipërisë në Eurovision. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.